Në fakt, këtu janë veç manifestim tash më i hapur do thotë disa krizave të brendshme që kanë qenë në lidhjen demokratike të Kosovës, sepse është folur, është raportuar që ka pakënaqësi të brendshme në këtë subjekt politik, do thotë për shkak të rezultateve të vazhdueshme jo të mira elektorale që ky subjekt politik i ka siguruar në këto betejat e fundit politike. Në këtë drejtim, kjo që po shohim tashmë është një mobilizim më i madh i disa degëve të këtij subjekti politik për ta kontestuar leadershipin e zotit Abdi Gjiku, i cili në fakt shpëtoi për fije të perit edhe pak më herët nëpërmjet një kuvendi të jashtëzakonshëm të këtij subjekti politik, u pa qartë që gjysma e antarësisë kuvendit të lidhjes demokratike të Kosovës nuk është e kënaqur me të, nuk e don për kryetar, votuan kundër këtij, por megjithatë e kaloi atë farë lloj testit të Rubikonit në atë fazë. I gjithë shpresa, do thotë, i gjithë kalkulimi, siç duket i zotit Lumir Abdi Gjiku, ishte që nëpërmjet eksperimentit me Vjosa Osmanin ta siguroj një rezultat tjetër për këtë subjekt politik, por as kjo nuk i dha rezultatet e pritura dhe atëherë kjo duket që ka ndikuar që shtohet revolta dhe shtohen pakënaqësitë brenda këtij subjekti politik. Do tashmë Lumir Abdi Gjiku e ka bërë qartë që nuk do t'i përfillë kërkesat e tyre, mbetet shihet se cili do të jetë epilogu i nënshkrimeve të mbledhura për shkarkimin e tij, nga se mas të madh ai po insiston do thotë me një farë lloj teorie kështu konspirative, nëse mund ta quajmë, që pikërisht në kohën kur sipas tij po sforcohet lidhja demokratike e Kosovës, armiqtë e brendshëm po mobilizohen që ta pengojnë projeksionin e tij. Mirë, por rezultatet zgjedhore në fakt nuk e japin këtë, nuk e tregojnë këtë bindjet e tij politike. Se cili do të jetë epilogu i këtyre nënshkrimeve dhe i kësaj iniciative mbetet të shihet, sepse siç thash jo shumë kohë më parë zoti Abdi Gjiku e tejkaloi një test të tillë, mirë po edhe nëse ai arrin të mbijetoj si kryetar, padyshim është një kryetar fragjil dhe që nuk jep shpresë se ky subjekt politik do të jetë funksional dhe do të ketë unitet të mirëfillt të brendshëm për të ballafaquar me oponentët e jashtëm politik. Pra shihet që konflikti tashmë tepër është vendosur kundër njëri tjetrit në lidhjen demokratike të Kosovës sesa kundër po e zom Albin Kurtit dhe lëvizjes vetëvendosje e cila po gëzon një pushtet dhe një hegemoni të jashtëzakonshme politike në vend. Gjë është normale kur mungojnë rezultatet zgjedhore që në rrethana normale do thotë, sepse nuk janë këto zgjedhjet e para, nuk është kjo humbje e parë e zotit Abdi Gjiku, është normale që liderët politik të marrin përgjegjësi për mos realizimin e projeksioneve dhe premtimeve të dhëna para bazës partijake, elektorale e tjera. Mirë po tash kjo që po e shohim në lidhjen demokratike të Kosovës, besoj që edhe ndrimi i leadershipit në rrethanat dhe në mënyrën se si funksionon ky subjekt politik nuk do të ishte ndonjë kontribut i jashtëzakonshëm për ta përmirësuar performancën e saj, sepse ne kemi parë edhe në Partinë Demokratike të Kosovës, do të prej vitit 2021 janë ndruar 3 lider politik, fillimisht UD Enver Hoxha, Memli Krasniqi, tash zoti Hamza, mirë po mungojnë, edhe përkundër ndrimit të liderëve politik po mungojnë rezultatet elektorale. Pra para se LDK-s ashtu edhe si Partisë Demokratike të Kosovës, por tashmë tema është për lidhjen demokratike të Kosovës, i duhet në një farë mënyrë ta rithemeloj vetveten politikisht, do thotë ta gjejë vetveten në situatat e reja. Prej nesh kemi parë që prej vdekjes së ish presidentit Rugova, ky subjekt politik më të madh ka qenë kogja i humbur në kohë dhe në hapësirë, nuk ka arritur ta gjejë veten si duhet dhe kryesisht ka osciluar ndërmjet dy prirjeve politike. Në njërin anë një grup i cili e ka preferuar më tepër bashkëpunimin me Partinë Demokratike të Kosovës, kurse në anën tjetër do thotë grupi tjetër i cili është revoltuar për këtë bashkëpunim dhe ka preferuar më shumë bashkëpunimin me lëvizje vendvendose. Do thotë lidhja demokratike e Kosovës ka osciluar ndërmjet tyre dy prirjeve dhe nuk ka arritur ta dëshmojë veten se për çka është. Do thotë këto përçarjet brendshme kanë dëshmuar se kundër kujt janë njëri me tjetrin, e që më pastaj janë rikthyer në fragmentarizim të brendshëm, por jo që ajo të dëshmojë se për çka qëndron vetë si subjekt politik. Prandaj lidhjes demokratike të Kosovës, nëse në këtij subjekti, nëse mirëfilli dëshiron që ti tejkaloj këtë sfidë dhe ta mbijetoj këtë test politik, para ndrimit të liderit politik duhet para së gjithash do thotë ndrimi i qasjes, ndrimi i mënyrës rezonimit politik dhe rithemelimi i vetvetes që dëshmohet para qytetarëve të Kosovës se për çka ajo qëndron më shumë se sa kundër diçkaje.